Emrat e rrugëve janë ndruar të to për i natë për dëshës. Kryetari atëhershëm i BDI-s duket me vëmëror, nuk jam i sigurt. Duket me këshilltarët e vëmëros, i ka ndruar emrat se ta sill për dëshë në pozitë keq. Realiteti është ky. Vendimi i Këshillit të Komunës Tetovës, kur ka ardhur qeveri, qeveria ka hesht. Nuk është përgjigj. E ka thu do kush qeverin të heshte, mos të përgjigjet. Në momentin ka ligj, që qeveria nuk përgjigjet, vendimi është meritor. Qeveria duheshte, po t'ish përgjigjet negativisht, të çojë inspektoriatin e pushtetit lokal, ju kujtohet ai sheh Tanski çka i bëi ke BDI-s në kohën e bashkë qeverisë. S'ka diskutim se neve më pastaj Alia duke ullë në prehen Gruevskit na rëzoj për qeveri dhe i harroj këto obligime. Ne ndoshta s'keme bërë shumë, po për dëshirat çka ka bërë është monument i cili s'mund të lëvizet.